Përshëndetje, mirë se vini, flasim hapur në Durrës Lajm. Shqiptarët janë një popull migrator. Jemi kudo ndodhur anë mban botës, për arsye të ndryshme. Në 3 dekadë e fundit, shqiptarët janë në Amerikë, në Kanada, në Evropë, në Australi, kudo në botë. Gjithsesi, ne kemi parë në këto 3 dekada që shqiponjat kthehen gjithmonë në shtëpi, pra në folen tonë, në Shqipërinë tonë, në qytetet tona. Edhe ata cilët vazhdojnë jetojnë jashtë kufive të Shqipërisë, mendjen dhe zemrën e kanë në vendin tonë. Dhe sot kemi një autore e cila jeton në Kanada, por zemrën e ka në Shqipëri, shkruan në Shqip, boton në Shqip, dhe kemi Armenida Qyqa. Faleminderit që jeni flasim hapur. Faleminderit për mikpritjen tuaj. Siç e thatë edhe ju, mendja dhe zemra vazhdon të qëndroj pas, dhe duket sikur bëjmë 2 jetë paralele. Jo 2 jetë të veçanta, po një jetë që ecën në 2 shina në të njëjtën kohë. Dhe për shumicën e emigrantëve, besoj se ashtu do të vazhdoj gjë në fund dhe nuk ndryshon as me 10 vjet apo 20 vjet apo 30 vjet emigrim, siç është në rastin tim. Për shumicën, se ka dhe njerëz që fillojnë edhe integrohen në atë mënyrën e tyre dhe harresa është ndoshta një mënyrë për ta zbutur gjendjen e tyre shpirtërore. Si një helikoplast, i vë një helikoplast. Po, zgjedhin për disa njerëz është zgjedhin harresën në mënyrë të vetëdijshme, sepse thonë në Shqipëri nuk ka shpresë. Nuk do bëhet ndonjëherë kjo Shqipëria jonë, ta harrojmë edhe vazhdojmë jetën. Ndërsa për disa njerëz nuk i lë zemra, dhe mua s'm ka lënë zemra. Të rre fort për Shqipërinë. U bë 31 vite në Kanada, Armenida. Sigurisht, jam i sigurt nuk ka qenë lehtë, ka qenë tetë e vështirë. Për pjesën më të madhe shqiptare ka qenë vështirë, në kushte shumë vështira, sakrifica. Sidomos vitet 90, ikja e pa organizuar, se tani edhe të duan nuk ikin dot në ato mënyra që ne kemi ikur dikur. Tani duhet të kapësh sistemin e pikëve. E kuptoj. Edhe ka dhe opozitivën e saj, sepse kur shkon ti integrohesh shumë më lehtë, sepse në bazë të atij shkollimi të kanë dhënë atë përparësim përderisa ti pret 4 vjet që të marrësh ato dokumente, e ke pak më të lehtë integrimin se sa kur shkon pa dokumente dhe pret fazën e parë të bërjes së dokumentave. Plus që ka qenë një botë tjetër, s'kemi pas as interneti. E drejtë. Të kërkoje një punë më përpara do të hapje Yellow Page-in, atë librin. Libri i trash. Libri i trash kur reklamohesh në bizneset. Ose do shkoje ke zyra e punës, të mbaje radhën që të hyje në kompjuterët e atëhershme. Po, me ngadalë. MS Word. Dhe të shikoje se cilat biznese kishin deklaruar se kishin vende pune të hapura. Edhe ti merrje shënim numrin e telefonit, edhe ti merrje në telefon, se s'kishte mundësi të tjera atëherë, nuk ishin kërkoje punën me një email, çoje rezumen me email, të shikoni si i vin. Ti do ta faksoje, do ta nisje me faks, do prisje telefonin. Ka qenë, do me thënë edhe në këta aspekt, edhe sigur ti t'ishe në rregull me dokumentat të gjeturit, punë të sistemuarit, ka qenë shumë e vështirë. Punë, shtëpi, të gjitha elementare, kupton se në fillim fare njeriu ka ekzistencën mbi jetesën, ku do strahohesh. Përveç sot tingëllon një trillim aventuresk emigrimi, sepse jemi... Ose kujtojnë se ne po gënjejmë. Kushte të reja, si që thatë në vitin 90. është puna e telefonit, ti thuash tani të 20 vjeçarëve të sotëm që kanë qenë një herë një kohë ato telefonat që i lëvizin numratorin me gisht, kupton? Dhe të thonë çfarë? Si ka mundësi, domethënë, se ata tani e kanë çdo gjë instante, të çastit, instant communication. Dhe odiseja juaj deri në Kanada, pra për 31 vitesh, që jam i sigurt ka qenë një përvojë jo shumë e lehtë, përkundërzi e rëndë për ju, keni qenë e re në atë kohë.
ju atë dhimbjen ose peshën e emigrimit e përkthyet në shkrime, në prozë, në poezi. Ky ishte arsyeja pse u drejtuat për nga fjala? Jo, unë isha drejtuar nga fjala që në parasetike, që në moshën 14-15 vjeç. Ishte gjithmonë dëshira për t'u marrë me artin. Pasi dëshirat e para të artit fëmijërore nuk u konkretizuan kurrë. Sistemi që ishte përzgjedhës. Për një njeri që i rri shpirtit të arti, i rri gjithmonë tek arti. Ne bëjmë çfarë bëjmë punë të tjera, marrim profesione të tjera, bëjmë gjëra të tjera, por shpirti na flet tek arti dhe mua më flente shpirti tek arti. Duhet të gjeja thjesht kohën edhe momentin që të merresha me Armenidën që ishte përpara se tikte. Të nxirja përsëri në sipërfaqe. Ndoshta mund ta imagjinoj si njëri që punoton zhytur tërkohën. E je zhytur në atë botën, je zhytur në ato hallet, në gjërat e tjera që ti ke më primare, mbijetesa. Dhe ti do gjesh atë veten tënde më përpara që ishte njeriu që kishte dëshirë të merrte me art, njeriu që kishte dëshirë të shkruante. Nuk është aq e thjeshtë, ti krijon shkëputje. Kur primarja ekzistenciale merr volumin më të madh të mendimeve të tua, të përditshmërisë tënde, ti e humbet 31 vite në Kanada, të folurit në anglisht. Dhe ju keni botuar një seri librash në Shqip, përse nuk investoni atje, pra në anglisht dhe jo në Shqip? Pra kesh provokuese. Po, tani, unë mund të krijoj në Shqip, nuk mund të krijoj në anglisht, krijoj shumë pak në anglisht, sepse është si të më vesh të bëjmë një garë vrapi bashk, po më ke lidhur këmbët. Gjua nuk rrjedh, mendimet nuk rrjedhin, shpirti nuk rrjedh në një gjuhë që nuk është gjuha e nënës tënde. Nëse detyrohem që të krijoj diçka në anglisht, është për shembull tekst këngë, dhe e kam bërë. Sepse duhet në ato formë se do kapen shumë element rit metrikës, që të mbanë për kufizime strikte. Të mbanë rima, nëse unë them një gjë shumë bukur në Shqip, dhe ajo dhe ka dhe rim të brendshme dhe mund ketë dhe rimën fundore. Se janë dy gjëra që ty të garantojnë melodinë e vargut. Mund ta bësh me rregullat strikte të poezisë hermetike që ke rimën fundore, ose mund ta bësh me poezinë moderne bashkohore që ka rimën e brendshme të vargut. Dhe vjen melodia, vjen pastaj dhe mënyra se si rrjedhin vargjet, çiftëzimi i vargjeve, se ti krijon atë. Në kokën time kam gjithmonë si një valle që do hap, atë është një vallëzim. Mënyra se si do shkojnë vargjet me njëri tjetrin kanë partnerin e tyre. Po nëse do ta shkruaj për shembull një gjë shumë bukur në mënyrë të tillë në Shqip, ajo nuk vjen detyrimisht në anglisht e tillë. Dhe atëherë është ajo momenti që unë mund të detyrohem ta krijoj diçka direkt në anglisht, sepse kur vjen përkthimi nuk vjen. Por për sa i përket përkthimit serioz, shkrimit serioz, botimit serioz, më shkruaj në atë gjuhë që unë kam lirshmërinë time 100%. Dhe pastaj mundohem të përkthej dhe kam botuar 2 libra në anglisht. Libri i parë është botuar në 2022 në Amazon. A Bunch of Poems Instead of Flowers, një tufë me poezi në vend të luleve, dhe libri i dytë është Golden Armor, që e votova në maj të vitit të kaluar. Dhe libri ju i fundit është me bashkëpunim me botimet Josef, respekt për Aurel Kaçulinin, mikun tonë. Dursak, figurë jashtëzakonshme, mik i flasim marrë për Durrës Lajmit. Ke botuar hieroglifet e mallit. Nuk është i vetmi libër që është botuar tek botimet Josef. Tek botimet Josef është botuar dhe mbi një gjysmë kafe bunkeri, pirgje të hirta. Sa libra keni botuar gjithsej? 12 libra.
Dhe çfarë zhanri? Pra, shumica janë prozë apo poezi? 2 libra me tregime, I vdekur I qyqesh dhe Pirgjët e hirta. Duke si disbalans. Disbalans. Po. Mungon në e treta, romani. Përse nuk e keni nisur rrugëtimin si romanciera? Kërkon impenjimin. Kërkon... Unë nuk mendoj që mund ta bëj romanin duke ullur gjysmore apo 1 orë në ditë. Duhet të jetoj me çdo kapitull që do shkruaj, duhet ta përjetoj shumë gjatë në vetveten time. Dhe vetëm thjesht ai përjetimi kërkon izolimin. Mos merrem me gjë tjetër, të kem kohë që unë t'i kushtohem, ta përjetoj, pastaj dhe t'ulem ta shkruaj. Prandaj them që nuk është të shkosh në punë çdo ditë, të kthehesh në mbrëmje në orën 6-7 për shembull, do bësh ato nevojat bazike që ke brenda shtëpisë, edhe sikur mos kesh as për të pastruar apo gatuar që unë e grati kemi në përgjithësi, dhe sikur mos kesh asnjë impenjim, zero. Ta zëm, jam një njeri që s'kam asnjë impenjim. Vin në shtëpi pas orës 6, sa të ha dhe sa të përgatis veten se shkrimtari nuk është një lavatrice apo lavësiri, që ti e merr dhe e vure në pris tani edhe puno. Më duhet një çik të vi unë frekuencë, të vi unë vetveten time të qetë në të botën time, ta përjetoj një herë, pastaj tulem edhe të shkruajmë. Prandaj them që koha është e pamjaftueshme, më duhet një kohë, një impenjim dhe nuk dua të bëj punë të mangëta, të çala. Kur t'i kushtojmë diçka, e dua t'i kushtojmë. Dhe tregimi është I vështirë, tregimi I shkurtër. Por është diçka për shkakun që unë e mendoj gjatë, mund ta mendoj me muaj në kokën time, se rri dhe them si do ta sjell. Dua ta hedh në letër këtë ngjarje që më ka ngacmuar, po si do ta gjej formën, si do t'ja bëj dhe prezantimin. Si do ta nis, se pastaj po nis edhe rrjedh. Dhe ti e mendon, po në fund fare 2-3 ditë nuk bëj asgjë tjetër dhe merrem me atë gjë. Aha, buk, mendoj atë gjë, futem në dush, mendoj atë gjë. Jetoj me atë gjë, kurse kur ta nis romanin, nuk do më mjaftojnë 2-3 ditë. Dhe që unë të merrem vetëm atë gjë, të ha, të pi, të flë, vetëm atë gjë. Një prej librave tuaj, Rrugëtoj drejt Harvardit, është në Harvard. Më thonë diçka I lutem. Ishte një nga këto gjërat e rastësishme. Krejtësisht e rastësishme, bisedoj me një mikesh Dursake, Ermira Mitre. Dhe tani dalim gjithë lidhjet që ne kemi në Durrëzin. Do kthejmë pastaj tek Durrësi. Ermira Mitre është një shkrimtare Dursake, ka botuar 2 vëllime me poezi me Sadiu. Dhe rastësisht ajo më gjën mua se ishim bashkë në një përmbledhje të penave shqiptare amerikane. Dhe më kontakton, dhe flasim për botimet dhe unë I them që kam nevojë për një shtëpi botuese amerikane ose kanadeze. Sepse pa një shtëpi botuese është pothuajse e pamundur të ecësh. Nuk besoj në vetë botime, se vetë botime të shkon pa reklam. Reklama të shet. Nga do ta di njerëzit që unë botova, për shembull e kam botuar librin në Amazon, të pari në 2022-shin, një tuf me poezi në vend të luleve, por nuk kam marrë vëmendje se është e pamundur ta reklamosh. Miliarda produkte të Amazonit. Po, nga do ta di njerëzit që ta blenë, nga do ta marrin vesh njerëz që unë ekzistoj. Dhe e shpreh këtë shqetësim asaj dhe ajo më thotë, pse nuk kontakton Dustin Pickering, që është me Transgender Zero Press. Thot këtë titull, thot këtë emër dhe unë mendoj që është një shtëpi botuese solide. Sado që mund të jetë e vogël, mendoj që është solide. Unë nuk e dija që edhe ai botonte online në Amazon. Independent publisher. Por me që isha nisur rrugtimit, thjesht po tërhiqem.
unë ato moment që dhe kontaktova Dustin, nuk kisha bërë një përmbledhje gati. Dhe Ermira qesh në fakt edhe më thot, as nuk e ke librin gati, dhe më kërkon të bëj diçka të vogël, i them Ermira 3 javë, Armenida së përgjigjet. Do jem shurtë për këtë botë. Sepse 3 javë do ta bëj materialin gati, do ta përkthej dhe do t'ja nisem, thot 3 javë do ta bësh materialin gati. E them, po s'do bëj gjë tjetër, do vi në shtëpi dhe direkt do merrem atë punë. Dhe u bë dhe u nis. Tani merr vesh gjatë rrugtimit që do të përfundosh përsëri në Amazon. Por besoj fort në destinacion. Që Zoti ka gjithmonë një plan më të madh dhe nuk të hedh kurrë në një shteg ku ti do të humbësh. Ai e di pse të ka nisur. Do të kesh besim edhe shkoj shtegu gjerë në fund dhe ajo ishte mendimi im, do i shkoj kësaj rrugë. U bë, le të përfundoj si libri tjetër që nuk mori vëmendje se nuk pata reklam. Dhe e bëm atë qëllim, atë zemër të mirë, kur i thon, me edhe besim në diçka më të madhe. Vetmi ndryshim ishte se ai ishte i njohur me profesor amerikan, shkrimtar laureat, dhe libri në pas kopertin ka vlerësime të larta për këtyre figurave. Dhe kjo ishte çfarë e prezantoi libri në Harvard, se ai kur e dorëzoi në librari, e dorëzoi me vlerësimet në pas kopertin, me parathënien që ai kishte bërë librit, dhe trailer videon që e kisha punuar unë vetë, që është një nga poezit që është në libër. Dhe ata intriguan pikërisht nga kjo, ky ishte prezantimi. Prezantimi e bëri që ata ta marrin seriozisht, ta lexojnë dhe pranuan në koleksionin e bibliotekës së tyre, Houghton Library, dhe pastaj bëm dhe një promovim aty. Domethënë, ky shtegu që mua mu duk i errët dhe pa dritë, por që thash o Zot, ti e di më mirë se sa unë, pse e solle këtë person, pse më të roqe këtu në këtë rrugë, edhe thash unë e kam bërë përkthimin, e kam bërë librin gati, le të bëhet, le të jetë. Ja që doli më për mirë, dhe libri ka marrë tani dhe është futur në listën finalistëve të Harry Coffer Prize për kopertinën me përmbajtje më të lartë artistike, dhe si përmbajtje mendimesh në kopertinë, domethënë që të zbërthen, të intrigon. Inshallah po rëndim edhe një çmim tjetër aty derisa të shpallen finalistët në muajin tjetër. Nga Harvardi vim në Durrës. Sa herë vjen në Shqipëri, vjen në Durrës, je shumë aktive në promovime, librash. Po sepse kam gjetur miq të mirë durrësak. Lidhja, jo vetëm kaq. Po pra. Jo vetëm kaq. Lidhja. Në Durrës. Po kjo është fuqia e fjalës çfarë bën vargu. Sepse unë për shembull të Uta Adhima nuk e njihja fare personalisht. Më lexonte në Facebook, më komentonte në Facebook. Dhe në 2022 unë shpërndaj librat në përgjithë bibliotekat e Shqipërisë ku mundem, për shembull në Vlorë, në Shkodër, në Durrës, ku mundet të shkoj, në Krujë. Dhe vinë në Durrës dhe dorëzoj libra tek 2 punonjëse të bibliotekës aty dhe pas krave të mi po vjen te Uta. Dhe shikon emrin në kopertinë dhe më dëgjon mua kur jam duke folur edhe më thot, po ju jeni të Armenida Gjyqe? Dhe që në ato moment, domethënë ajo direkt më ofroi që të më promovonte librin. Dhe e bëm një promovim, jemi që jemi, tha ke ardhur që ke ardhur në Shqipëri, domethënë kjo ishte, domethënë tamam fuqia e vargut, fjala që ata i kishte lidhur me poezinë time dhe direkt ma ofroi një promovim, pa ja kërkuar unë. Dhe në atë promovim ftoi krijuesit më të mirë, artistët e Durrësit, nga piktorët, gjerët e aktorët, miku jonë përbashkët Xhelal Tafaj, i cili dhe lexoi poezit mia aty në atë event që u bë tek Libraria Redon. Dhe që atëherë mjeshtri vazhdon edhe më bën surpriza të bukura her pas here, me interpretime
interpreton poezitë e mia. Janë dhuratat më të bukura që dikush mund më bëjë. Patjetër. Janë të Dhe janë paqshmueshme. një sër aktorësh cilët kanë interpretuar nga poemat e tua. Po. Reshad Arbana, Bujara Sheriu, Bujara Sheriu, po. Agim Xheka, Po. Kristaj Shpilo. Në Amerikë është Shaban Lajçi, aktori i Kosovës. Sepse me sa duket i ngacmon ai nervi im. Ai zëri i brendshëm që nuk pranon që këtu nuk ka shpresë, sado që përballesh me një realitet shumë grotesk. Unë mundohem të bëj më të mirën atë që unë mund të bëj përmjet artit. Në mos bëfsha dot një gjë më të mirë, atë që unë shpresoj zgjimin, të paktën të lëm gjumë në kohë, të lëm dokumentacion. Po të zgjohet një çik vedia e njerëzve, të zgjohet pak ndërgjigje, të bëhemi pak më të mirë si njerëz të gjithë. Konkretisht. Të janë fjalë bukura poetike. Po, poezia është këtu për shembull, ja rasti konkret, për shembull si, okay. Po pra, po zgjimi është se kur ti bën një vepër të mirë për një mik, ose edhe një njeri që nuk e njeh. Po që e sheh që ai është një shkrimtar që meriton vëmendje. Rastit e Utës, për shembull, pa më njohur mua direkt. Të kam lexuar, të hap derën. T'ja hapim pra derën njëri tjetrit, mos t'ja mbyllim derën, se kemi mundësi të bëjmë, nëse ne bashkohemi, për shembull letërsia amerikane ka një vakum të tmerrshëm. Ne kemi shkrimtarë shumë të mirë. Sidomos në poezi. Nëse filtrohet, merret më e mira Armenidës, merret më e mira Bledarit, merret më e mira se s'duhet përmendem marrë njerëzish, më kupton? Që mos kemi hatërmbetje se tani s'm punon truri që ti listoj të gjithë. Por kemi kaq shumë. Ne mund t'jemi, mund ta pushtojmë tregun e letërsisë. Sepse letërsia jon e filtruar, e filtruar, ka nerv, ka ndjenjë, ka figurim. Poezia evropiane në përgjithësi ka atë muzikën e vargut, që ka vdekur në Amerikë. Është një poezi e vdekur, nuk të thot asgjë as në mendim, nuk të thot asgjë as në ndjenjë, nuk të këndon. Është një poezi që nuk të këndon. Për çfarë ta lexoj? Nëse poezia mua nuk më këndon, më mirë po lexoj një roman. Se romani tregon historinë, ti nuk pret. Dhe duke lexuar se është si puna e filmit që e morë vesh që ky personazh shkoi këtu aty, edhe dua ta di në fund fare do vdesi apo do jetoj. Nuk kam pritshmërinë e emocionit. Kur dëgjon një këngë, ti kërkon adrenalin. Dëgjon muzikë klasike të trishtuar, për shembull Beethoven, Moonlight Silence, kur je i mërzitur, ose vë diçka më gjallë, kur je i gëzuar, në njëjtën mënyrë lexojmë dhe poezinë. E kërkojmë përgjendje emocionale, por kur ajo s'ka emocion, ti ndihesh bosh, si hyre dole. Dhe në këtë aspekt, unë them që letërsia shqiptare ka shumë për të ofruar nëse njerëzit kanë vullnetin e mirë. Mungon vullneti i mirë. Edhe unë e nisa këtu se kjo përkthehet në çdo fushë. Nëse ne i hapim derën njëri tjetrit, në vend që themi do kaloj unë dhe vetëm unë, do jem vetëm unë. Edhe në trafik. Ka ndodhur në 35 vite në politikën shqiptare kjo? Ka ndodhur shumë edhe ato poezitë e mia kanë pikërisht, prandaj kanë marrë vëmendjen. Sepse unë e flas hapur. Politika 35 vjeçare ka qenë një zhgënjim total, ka qenë një gënjeshtër, ka qenë një mashtrim. Është mashtrim i hapur publik. Unë nuk besoj në asnjë nga këto tre parti që udhëheqin. Dhe kam thënë edhe në intervistën time të parë në Korç, në 2021, sepse unë ngacmova pikërisht se kisha shkruar poezi të tilla që korçarët mi lexonin. Dhe unë nuk e dija fare se
çfarë pyetjesh do mbëshë në 3 minuta kronik, dhe ishte pikërisht kjo, domethënë, unë e thash, Shqipëria ka nevojë transfuzion gjaku politik. Nuk mund të na udhëheqin këto parti, këta njerëz, që kemi lënë topin në fushë 30 vjet dhe vetëm bëjmë pasa me njëri tjetrin. Po topi jemi ne. Ta vetëm shkelmojnë. Kur shqiptarët ta kuptojnë këtë gjë dhe mos votojnë më për këta njerëz, për këta individ, të kërkojnë që këta të zëvendësohen dhe të rishkruhen platformat, atëherë do të ketë zgjidhje. Ka shpresë? Unë refuzoj ta pranoj që nuk ka shpresë, sepse shpresa vdes me njeriu. Po. Dhe unë do jem një nga ato që gjërë momentin e fundit do vazhdoj të shpresoj sa do që thonë që kjo është idealizëm apo është luftë për mbijetesë. Në qoftë se ti të vdes shpresa, ti nuk lufton më, ti vdes. Mendoje vetëm për shkakun që jeni një krevat spitali dhe je me smundje terminale. Kancer terminal. Dhe ta thonë që s'ke asnjë shpresë ose ke 1% shpresë. Tani dy janë zgjidhjet, ose do thuash, megjithëse doktorit ka thënë që ti je me kancer terminal, unë do provoj një herë të pres gjymtyrët, që janë karcinogjene. Ta zëm do ta pres njërën këm, gjërë në rrëz, gjërë në kofsh. Do ta pres të krahun se është kanceros dhe do bëj kimoterapin. Ose do thuash, ja, ose se ka fituar njëri këtë betejë me kancerin, dhe zdo i hy kësaj gjeje fare dhe thjesht do pres do mbi vdekje. Këto janë dy gjëra që bën njeriu. Do marrësh o njërin rrugë o tjetër, nëse nuk ke rrugë në mes. Ose do i dorëzohesh sëmundjes pa luftë, ose do luftohesh me të gjitha armët gjerë në fund. Çfarë do bëj ky popull nuk e di, dhe kam thënë dhe hapur një poezi që e ka recituar Krista Shpilo faktikisht. Në sytë tuaj mundohem të lexoj prognozën. Dhe unë e kam shkruar atë kur po shëmbej teatri. Unë e kërkoj të sytë e njerëzve, në çdo herë sa herë vi, flas me njerëzit, bisedoj, ulem kafe. Mundohem të lexoj reagimet të tyre dhe në një farë mënyre të predikoj se si do jetë vazhdueshmëria. Se kur unë takoj njerëz dhe në çdo kafe, në çdo takim, në çdo vend, më thonë këtu ka marru, këtu ka vdek, këtu s'ka asnjë gjë, lumë ti që ke hikur, sa mirë ke bërë që ke hikur. Kur ta thotë edhe polici që të ndalon për të vënë gjob. Çfarë të tha polici? Të shikon atë ku jeton ti në Vancouver, Kanada, a lumë ti që ke hikur. Iko gotë se mos ecë më këtu fare. Këtë të ka thënë oficeri policisht? Po, e kupton. Më s'kam asgjë, është një roktar, sigurisht. Ai është një unë, një ti. Sigurisht. Është një prej nesh. Po ti e kupton nivelin e dëshpërimit? Sepse unë atë ashtu e përkthej, është nivel ulëritës, dëshpërimi, kur dhe njerëzit që kanë punë, apo kanë dhe biznese, që me ato biznese ato jetojnë, edhe prapë se prapë thonë sa mirë ke bërë që ke ikur. Do me thënë këtu, dhe leku nuk po i rregullon dot njerëzit. Atëherë duhet dalim nga ato gjërat më të mëdhaja, sepse është ai realiteti i ashpër, që ty të godet dhe ti nuk ke një gëzhoj, ti e një vezë pa gëzhoj këtu. Momentin që ti del nga shtëpia jote, ti e një vezë pa gëzhoj. Sepse që kur ti del, do të dalësh dhe të zhbllokuar trotuari nga një makinë. Apo s'merr dot makinën tënde, se të bësh telefon njerëzve, të lëvizin makinën e tyre, ndërkohë që ti do dalësh në 6 mëngjesit për shembull dhe duket absurde, se ti mund të kesh një nevojë personale, më mund dalësh edhe në 3, se ke një emergjenci familjare dhe do të lëvizësh makinën. Tani ti duhet të rrish të gjesh numrin e telefonit të kësaj makinës tjetër ka lënë, se ka lënë, ta marrësh telefon që ti tikësh, je i bllokuar, je i izoluar, fillon frustrimi. Më thënë, ty të fillon frustrimi pa nisur dita,
Se si shkon tër dita jote? Armenida, ju jetoni për 31 vitesh në Kanada. Ja, shqiptarët kanë fitu imunitet këtu? Jo. Kjo është gjë do të më thuash. Pse ky mbledh për Shqipërinë kur ju jetoni në Kanada? Sepse sipas shumicës së shqiptarëve. Po unë dua pra që të rregullohet, pse duhet vdesun? Po pse duhet vdesun emigrante? Ju keni shpëtuar. Po jo, po pse duhet të rri unë në Kanada? Pse mos të rri këtu në Durrës? Mua më pëlqen klima, ose të rri në Vlorë, ose të rri në Tiranë, që është qyteti im. Po qytetin tim me kanë shkatërruar fare, kanë bërë Babiloni. Nëse kthehesh sot në Durrës, pra parashikon një jetë të qetë, komode, apo të gjitha këto që jo, pra janë gjitha këto. Më thuaj, ku mund ta bëj unë një shtëpi që të mos preken nga këto problemet sociale, që t'jem e mbrojtur? Si mund ta ndërtoj jetën? Unë prapë do detyrohem të vinë, edhe sikur ta ndërtoj një shtëpi, ta zëm në një kodër, që jam e larguar nga këto probleme, a do të bëj një punë se s'jam mosh pensioni akoma, të zbres në qytet. Çfarë ishte problemi që kisha sot mëngjes? Parkimi. Është problem i përditshëm. Unë vetëm që se të jetoj izoluar, blej një shtëpi në një kodër këtu, dhe mos vi për asgjë. Ti thrasë më njerëzit vinë të takojnë atje, hajde një gjithë thusa, unë nuk vi aty. Më thënë, ti do të je detyruar të ballafaqohesh me këto gjëra. Ti nuk e formon dot zonën tënde të komfortit, të rahatis, ti je i mbrojtur. Ta thash më parë, në momentin që do dalësh nga shtëpia, e një vezë pak zhoj. Si je i mbrojtur. Mund të bësh aksident kur të duash në ato rreth rrotullimet e famshme. Atëherë pse nuk përpos letërsisë kalodhen politik, ose pak me analiza politike, e shikon të volitshme? Nëse do isha idealiste dhe 20 vjeçare, po, do isha shumë e zjarrt. Por, si kudo në botë, politikat i takojnë elitave. Dhe nëse unë nuk jam pjesë e një elite të fuqishme, ose të bjerësohem nga një elite e fuqishme, e vetëm unë nuk do të mundem të bëj asgjë. Ka elita? Shqipëria ka elita? Shqipëria nuk ka elita, se nëse do kishe pasur elita, Shqipëria do të kishte ecur. Shqipëria ka një kaos total të unit vetjak. Dhe brenda një elite që mund ta mendojnë, ata janë të përçarë dhe mendojnë personalen, vetjaken. Nuk mendojnë shiko se e ke para syve shembullin konkret çdo ditë. Janë investime miliona eurosh, miliona dollarësh. Hotele për shkakun që nuk i gjen as në Amerikë. Okej? Juve e keni udhëtuar perëndimin dhe e keni parë. Kur ja them njerëzve andej, kujtojnë se unë jam gënjeshtare. Këtu është hedhur para shumë e madhe. E pastër e pisët s'po merrem fare. S'ka, nuk është çështje tjetër. Kupton? Por unë e shikoj investim. Dhe e shikoj personin, i ka bërë si ka bërë ato lek, nuk i hy fare. E shikoj ato person si një person i biznesit, biznesmen. Tani, ky biznesmeni është kaq pa vizion, se s'ka bërë as parkim të mjaftueshëm për njerëzit që do vinë të qëndrojnë në ato hotel. S'ka bërë as një ambient, as një lulishte, as një trotuar, as një gjë për rreth. I kemi pasur në Tiranë se e ka ndërtu si kalaja Dodës. Më ngrej kështu. Vetëm cool. Kupton? Zero vizion. Tani po të kishin qenë këta njerëz kaq mirëdashës dhe të mençur, që çfarë përbën tamam një elitë, se elitat kanë dhe shkollimin, dhe klasin, nuk të bën leku elit. Sigurisht. Këta e milionerët të bërë, si thot Ali Aslani, brenda natës. Po. Brenda ditës, 24 orëshit. Mëngjes grisur dhe natë milioner. Dhe këtu mungon ai botë kuptimi, dhe këtu mungon ai vizioni. Se nëse këta njerëz do kishin vizion, do kishin emancipim, do t'i bënin gjërat shumë ndryshe, nuk do ndërtohesh kështu qyteti si është bërë. Janë bërë kaq ndërtime dhe unë them që
na duhet një Nero. Është tragjike ta thuash, Neronin? Po. Neron në Durrës? Por na duhet edhe një në Tiranë. Shkuptimin, Neroni dogji Romën? Po pra, ju e keni po është bërë kaq keq, po, sepse është bërë kaq keq që nuk ka më zgjidhje. Përveç se ta shëmbësh dhe ta rindërtosh përsëri. Sepse në këto 30 vite kanë bërë kaq shumë ndërtime ngjitur që nuk i lejon urbanistikës fare zhvillim. Prandaj edhe pse ke një largim për 1 milion njerëzish nga Shqipëria, mos edhe më tepër, është bërë trafiku kaq i papërballueshëm. Domethënë nuk është puna se është trafik, është puna se ti se ndalon dot makinën, ti se parkon, ke rrugët me një kalimshë. Unë duhet të ndaloj këtu, ndërkohë që se kam fare mundësinë e ndalimit dhe detyrohem iki rreth rrotullit. Po jo, nuk i ke, sepse ke urbanistik. Dhe këtu hyn ajo tjetra, ky personi që ka lek, që do ta quaj veten elit. Ky ka dalë në kundërshtim të hapur me vetveten. Sepse po, shumë kollaj t'i japësh X para atij qeveritarit që jep leje të ndërtimit. Po ty s'duhet ta lejoj ndërgjegja jote ta dorëzosh atë plan, projekt. Sepse ti duhet ta mendosh, për shembull, marrim Shkëmbin e Kavajës, janë bërë tëra të ndërtimet. Hyrjet dhe daljet aty janë vdekje prurse për në autostradë. Tani, ti bën këtë ndërtimi do t'i japësh to hyrjet me qera për sezonin veror, po të vinë njerëzit edhe të kërkojnë vdekjen? Dikush do aksidentohet aty, mos thot nesër për ditë aty jam burim aksidenti. Ti s'ke bërë hyrje tamam, si do hynë makinat që të ndalojnë dhe parkohen, si i kanë dalje, si janë këto gjëra elementare që mendohen. Edhe ku e ke parkimin për këta njerëzit që do vinë të qëndrojnë aty dhe ku i ke trotuaret? Ku i ke edhe kanalizime, gjë ke plerat? Pra dhe po them, si e quan veten ti elite dhe ke lekti dhe bën ndërtime dhe bën të gjëra, dhe ti s'ke parë më primaren që pritit qikse, a mund ta bëj gjë këtu? Se ndoshta do ta bëj pak më të vogël që të lejoj trotuarin, që të lejoj hyrjen dhe daljen e makinave pa rrezikshmëri. Pra dhe them, ku është ndërgjegja e personit? Se mirë mund t'jeti korruptuar qeveritari që merr lek, po ne po dalim 90% të korruptuar. Dhe nuk mund të fajsojmë vetëm qeveritarët, se dhe ti që e dorëzon ato plan projekt dhe paguan lek, që ai ta kaloj, duke ditë që je në shkelje me gjithë normat humane këtu, je duke bërë po atë shkelje ligjore morale që po bën politikanë. Në këtë Durrësin tonë të mrekullueshëm kemi dhe një universitet me emër të madh, Aleksandër Mesiu, dhe keni një provim së shpejti të librit tuaj të fundit të 19 në kampus, besoj mos gaboj tek Fakulteti i Edukimit. Me profesoreshën Nida Godimen. Dhe me mbështetjen e bibliotekës së Durrësit, të udhëvime do t'jetë gjithashtu në prezantimin tim. Shkëlqyeshëm. Do t'jetë një emocion i veçantë, sepse auditoriumet e universitetit janë gjithmonë. Ti merr dy gjëra aty, merr përkrajën akademike, po merr edhe shpirtin, zemrën e rinisë. Pa atë poezia do vdes. Është rinia ajo që mund të këndoj më fuqishëm, pastaj kur fillon njeriu dhe plaket del më shumë vetëm tek poezia meditative. Projektet tuaja të radhës. Kam një përkthim, një përmbledhje me poezi, e ka përkthyer mjeshtri Nonda Varfri. Shpresoj të gjej një shtëpi botuese në Francë, por siç e kemi diskutuar tashmë, duhet të trokasesh në 200 dyre dhe të shpresosh që të hapet një, sepse ka një volum shumë të madh. Ky problemi i volumshmërisë në prurje, në qoftë poezi, qoftë prozë, libra për të botuar, ky problem ekziston edhe në Kanada dhe në Amerikë, ekziston kudo, ekziston edhe në Evropë. Për shembull, një shtëpi e botuese në Francë që i çova email, e ktheu mbrapsht posta elektronike.
Pra nuk pranojmë më është e mbushur plot, nuk mund të pranojmë më mesazhe të tjera. Do të thënë, imagjino se çfarë ndodh. Është shumë e vështirë të gjesh një mundësi rrugë. Thash, siç ndodhi me Golden Armor, ishte dëshira e Zotit që gjeti dritë. Shanset ishin 0. Realisht, shanset ishin 0. Kur nuk ke një institucion, për shembull siç është Ministria e Kulturës, që të promovoj, të përkthej siç ka përkthyer autorë të tjerë, të gjitha këto bëhen nëpërmjet tradurit dhe toenës, kur ti nuk je në një ingranazhet që i marrin fonde nga Ministria e Kulturës. Kjo është vetëm mënyrë si janë shpërndar autorët shqiptarë në botë. Unë nuk jam në atë qark, dhe vetëm ta çash rrugën është unë dhe Zoti, nuk ka asgjë tjetër që të ndihmoj. Po, nuk e di. Unë besoj që detyra ime kryesore është të shkruaj dhe të mundohem ta botoj, pastaj tjerat ja lëm fatit. Vim tek thënia e javës, një traditë, flasim hapur. Mund të përshjellni një thënie nga populli apo njerëz të mençur. Dhe duket sikur e kemi bërë kështu. Realisht? Okej. Kupton se unë sa po thash që unë duhet bëj detyrën time, edhe shkon edhe më bjen kjo thënie. Ose rri duke numëruar ditët, bëj ditët të vlefshme. Është pikërisht ajo që unë mundohem të bëj, të bëj më të mirën çdo ditë. Dhe besoj se ajo ja jep vlerën, se mund të rri shumë pasive, të tërhiqem, të them është shumë e vështirë. Kemi këto probleme që librat s'lexohen, librat nuk shiten, librat nuk blihen. Por unë besoj që unë kam një mision, unë kam një detyrë. Dhe nëse nuk e përmbush, kjo jetë do jetë e paplot. Duhet i bëj këto ditë që kam pikërisht të vlefshme. Edhe t'ja lë kohës edhe atij orkestrimit më të madh që të bëj punën e tyre. Besoj që sprova ime nuk është vetëm sprova ime, është sprova e gjithë njerëzve që më rrethojnë mua. Sa mbështetës janë, sa më ndihmojnë, ku e gjej mbeten e tyre në rrugtimin tim. Është edhe kjo pjesa tjetër. Amenita, çdo i ftuar në flasim hapur e ka marrë me vete. Mund ta marrë dhe unë. Mund ta merrni, ta keni në Faleminderit. Diku që e lexoni këtë ditë. Po, që të kujtohem, mos rri duke numëruar ditët. Edhe për të luftuar më shumë çdo ditë dhe për të përpjekur më shumë, duke uruar sukseset më të ishme dhe të arrini çdo aspiratë që ju keni. Shumë faleminderit për mikpritjen. Ndjem gjithmonë shumë e vlerësuar nga Durrësi në veçanti. Besoj se ka një vend të veçantë në zemrën time, ashtu siç edhe unë kam gjetur një vend të veçantë në zemrën tuaj. Faleminderit që ishim në flasim hapur, më takofshim sërish. Faleminderit. Faleminderit që na ndoqët, më takofshim në episodin e radhës.